edhe pushteti financiar, edhe politik, edhe mendoj unë që nëse LDK e humbet Prishtinën, sidomos leadershipi i LDK-s do të vihet përballë dy presioneve. Një presionit të brendshëm për humbje të kryeqytetit, edhe aty është një lloj garde e vjetër LDK që nuk mendoj që do të rrihet qetë nëse humbet Prishtina. Dhe e dyta, presionit të jashtëm për ta mbajtë, presionit të jashtëm prej lëvizjesve të vendosin këtë rast, edhe opinionit publik për të ofruar alternativë. Sepse LDK-ja deri më tash ka treguar vetëm për çka nuk është, ose për çka qëndron kundër. Asnjëherë nuk ka treguar cila është alternativa e saj me zgjidhje si po. Ja, ka fol për veç pas. Madje edhe në kuvend, gjithë përfshirë se jo edhe në kuvend në shumë raste nuk ka marrë pjesë as në votim. Qytetarët nuk e kanë votuar LDK-n me qenë spektatore në kuvend edhe në skenën politike të Kosovës. Kështu që ky presion do ta vije përballë një pyetje, a mund ta mbaj partinë fillimisht leadershipi, edhe zoti Abdi Xhiku, dhe e dyta, nëse do ta mbaj partinë, cila është rruga për ta mbajtur. Kjo është... Pa e kuptoj lirimin, po thotë që nëse ka me pas koalicion LDK, LVV, nëse LDK e hu Prishtinën. Nëse e hu Prishtinën, sepse Abdi Xhiku ka mu kritiku nga rreth i ngusht e hu për kryeqytetin, qatë pëthu. Ndryshimin potencial të LDK-s. Mirë po, ti mos harrosh, do më thonë vazhdimisht dy partitë e mdhaja kanë shku në balotazh. Ta zojmë, nëse shkojnë LDK-ja me LVV-n balotazh, atër përcaktu se janë parti tjera. LDK-ja... Ja, qytetarë sanë që ignoranta që më shkue... E pëthu si ngojna? Ja, sidomos Prishtinës janë. Hajde ta zëmë që PDK-ja... Jo, ata vendosin cili është ofertën më të mirë. Jo veç PDK-ja, PDK-ja, AK-ja, shumica... Ka me shkjo që po e thot veç ta... Jo, në pe kuptoj. Ky po thot që bëhet koalicionin nëse LDK-ja hu Prishtinën. Nëse PDK-ja në balotazh e mbështetjet vendosin, çfarë sinjali është ky? A është sinjal për afrim politik edhe në nivel qendror? E mbështet vetëm për ndaj kalkulim. Cili është kalkulim më të madh se sa për me hyrë koalicion, nuk ka... Unë mendoj që kalkulimet bëhen për nivel lokal. Nuk ka, jo, në nivel lokal... Në nivel lokal, se nuk ka këtu, nuk po flasim për koalicion në nivel qendror. Veç një çështje tjetër është... Një për falë, veç ti kolegu, si ta nuk ka, jo shumë vile bëhen kalkulimet që po ta tregoj rastin, 48% Mitrovic, Kastrati, një Kastrati ka fitu në rundin e parë. Rundin e dytë ka hu, edhe ka fitu kë... Agim Batiri. Edhe shumë vend ashtu, kështu që kalkulimet bëhen edhe shumë bile. Shpenda Medi ka fitu. Mirë po, situata është ma komplekse në Prishtinë, sepse votues në partive tjera, PDK-ja ka qenë koalicion me LDK-n edhe është ndo keq. Ka qëndrime diametralisht kundërta me